Dashi. Do keni disa mosmarrëveshje të vogla gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, megjithatë marrëdhënia do përmirësohet me kalimin e orëve. Beqarët nuk do jenë ende gati për të filluar një histori dashurie, kështu që do vazhdojnë të qëndrojnë vetëm. Në planin financiar do keni fat me shumicë dhe gjendja do jetë akoma më e mirë se sa ju mendonin. Demi. Ambienti në çift do jetë goxha i ngrohtë. Ju dhe partneri do jeni si një ekip i fortë dhe askush nuk do mund t'ju mundëdodh. Beqarët do e gjejnë me ne fund shpirtin binjak dhe do fillojnë një histori të bukur dashurie. Gjithçka do ndryshojë përfundimisht në jetën e tyre. Të ardhurat ende nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Kujdes me shpenzimet. Binjakët. Do jeni shumë idealiste sot në dashuri dhe me të drejtë. Partneri juaj është mjaft i përkujdesur dhe ju dashuron me shpirt. Për ju ai mund të lërë çdo gjë pas dore. Beqarët do kenë një takim drithërues, por duhet të mendohen mire për hapat që do hedhin me tej. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me disa probleme delikate. Gaforja. Marrëdhënia në çift nuk do jetë aq e ngrohtë sa disa kohë më parë, kështu që bëni kujdes me gjithçka që do thoni. Një gabim sado i vogël mund të sjellë tronditje të mëdha. Beqarët do kalojnë një ditë shumë të këndshme dhe interesante, edhe pse nuk do gjejnë princin e kaltër. Në planin financiar do negocioni me disa të afërm dhe do e stabilizoni situatën. Luani. Ka rrezik që të krijohet një farë distance sot në jetën tuaj në çift. Asgjë nuk do ecë ashtu si e kishit ëndërruar. Përfitoni për të reflektuar me kujdes dhe për të vënë disa pika mbi i. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme dhe pa asgjë të veçantë. Në planin financiar mos u qani nëse keni vështirësi, sepse gjithçka që do ndodhe do jetë pasojë e pamaturisë të treguar. Byrgjeresha. Jeta në çift do jetë thuajse ideale sot. Do flisni hapur për çdo gjë me atë që keni në krah dhe do zgjidhni me maturi edhe disa probleme të vogla që ju kishin dalë më parë. Beqarët gjithashtu do kenë një ditë plot diell në planin sentimental. Përfitoni sa të mundni. Gjendja financiare nuk do jetë ashtu si e keni pritur. Mos ndërmerrni shumë rreziqe. Peshorja. Saturni nuk do ndikojë pozitivisht sot në jetën tuaj në çift, kështu që atmosfera në çift nuk do jetë as pak pasionante siç pritej. Beqarëve nga ana tjetër do ju pëlqejnë qetësia dhe harmonia në të cilën jetojnë dhe nuk do kërkojnë ndryshime. Në planin financiar tregohuni të kujdesshëm me shpenzimet nëse nuk doni të keni probleme. Akrepi. Ju që jeni në një lidhje as nuk duhet t'ju shkojë ndërmend për aventura gjatë kësaj dite, sepse situata në një moment mund t'ju dalë tërësisht jashtë kontrollit. Beqarët do e kenë të vështirë të gjejnë personin që kanë ëndërruar. Problemet financiare që keni pasur kohët e fundit do ju motivojnë të tregoheni me të kujdesshëm dhe me të matur me shpenzimet. Shigjetari. Çiftet do përballen me vështirësi gjatë kësaj dite. Disa do kërkojnë me shumë pavarësi e disa të tjerë gjëra të pamundura të cilat partneri nuk do mundet t'u plotësojë. Beqarët do jenë të parezistueshëm dhe do marrin ftesa pa fund. Për financat dita do jetë paksa delikate. Megjithatë me pak durim dhe për kujdes mund të arrini ta stabilizoni situatën. Bricjapi. Tregohuni sa me të sinqertë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe mos I mbani atij të fshehta. Vetëm në këtë mënyrë marrëdhënia mes jush do ketë përmirësime. Beqarët duhet të përgatiten për takime impresionuese, vetëm se ato do ndodhin në momentet që ata me pak e presin. Në planin financiar tregohuni sa me të rezervuar me shpenzimet. Ujori. Ditë mjaft e ekuilibruar dhe e këndshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do ndiheni mire pranë partnerit dhe së bashku do dashuroheni si adoleshente. Beqarët do ëndërrojnë me shumë se sa duhet dhe realiteti do I zhgënjejë me shumë se sa mendonin. Financat do kenë përmirësime të vogla.
Duhet ende të prisni që gjendja të jetë aq e favorshme sa për të kryer investime. Peshqit. Ditë shumë e paqëndrueshme kjo e sotmja për të dashuruarit. Here do dashuroheni plot pasion dhe here do keni konflikte të ashpra. Beqaret do pëlqejnë disa persona, por konkurenca do jetë e forte. Duhet të gjeni mënyrën e duhur se si ta joshni. Situata financiare do ketë vetëm disa luhatje të vogle, gjithsesi asgjë për t'u shqetësuar. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.